Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Babul Anjas. Kreu i ndërsirave. Pasi që autori, Kuduria Allah pas mëshiruar, foli për ndërsirat nga aspekti kuptimor, kur njeriu është i papastërt, të fillu nga avdesti, s'ka avdest, deri te gusli, deri te cikli mujor, deri te lehonia. Lehona, apo nifasi. Këtu në kësa rastë njeriu është i papastërt, qoftë i papastërt nga papastërtia vogël apo nga papastërtia e madhe. Por kjo quhet papastërti në aspektin kuptimor. Tash flet për papastërtin në aspektin real. Ndërsira që dihen sanet që janë të dyta. Ka për qëllim gjëra të cilat, ndërsira të cilat e godasin trupin e njeriut, teshen e njeriut, apo vendin ku falet. Qysh me evitu robi këtu ndërsira, qysh me klasifiku këtu ndërsira, a jënë të gjitha të një rangu, apo dalojnë. Pastaj, e ka pa tjetër me i shmang ndërsirat 100%, apo tolerohet në ndonjë pjesë e saj, dhe kështu me radhë. Pra është tepër e rëndësishme kjo temë, anëpse në kohë sodit mund të duket jo shumë e rëndësishme, por megjithatë vazhdon të jetë e tillë. Thot autori, tathiru najasati wajibun min badan al-musalli wa thawbihi wal makan alladhi yusalli fihi. Pastrimi, largimi i ndërsirës, pastrimi i saj, largimi i saj, evitimi i sajna, është vajib, është obligim me largu ndërsiren prej trupit të ati që dërë më falë, sepse krejt kjo është para përgatitje, krejt kapitull e papastërtis, që kemi të cekë me shumë se njëherë, është para përgatitje për me shku të namazi. Andaj për namazlijun është vajib evitimi, hjekje, pastrimi ndërsirës nga trupi ti, nga tesha ti, edhe vendi në të cilën falet ai. Për atë, kur shkojm të kushtet e namazit atje, dhe cekum se ndërtosht, pastërtia e trupit, e teshës dhe vendet ku falemi, është kusht para se me hyrë namaz. Pra evitimi i ndërsirave. Pastaj tregon se me çka mund të pastrohen ndërsirat. Me ujë, pa të me ujë pa, e kur nuk ka ujë. Pra ta thot, o e gjuzu tathiru najasati bil ma, lejohet pastrimi ndërsirave, larja tyne, bil ma, me ujë. O bi kulli ma'in tahirin yumkin izalatuha bihi kel khalli wa ma'il wardi. Po ashtu mund lejohet pastrimi i ndërsirave nga trupi, nga tesha, nga vendi ku falemi, me çdo langë. Me çdo langë të pastërt, i cili
se specifike tine ka mundëshme të me hjek ndërsiren, sepse i lëngët është edhe vaje, i lëngët është edhe tamli, por nuk pastrohet me të ndërsira. Pra ta thot, edhe çdo lëng, substancë lëngët, jashtë ujit, uju krye mesele, me të cilën mund lëng i pastër, me të cilën mund të pastrohet ndërsira, pra e pranon pastrimin e ndërsirës, sikurse el khall si uflla. Wa ma'ul wardi dhe ujtë e luleve. Ata ka shije, ka ngjyrë, por mundesh me të me jek ndërsirë, pa jenë tash me jek ndërsirë. Ose uji i përdorur, që kemi folur më herët, kemi thënë uji i përdorur për abdest apo për gusl, quhet ma'u mustamel, uji i përdorur nuk bën të përdoret për abdest, për pastërti, apo për gusl, por bën të përdoret për evitimin largimin e ndërsirave. Kemi thënë atje dhe tash këtu na vije prap. Pra bën me këtu lloj landjesh apo ujrash, të pastrohet ndërsira të hjeket prej teshës apo prej trupit apo prej vendit ku falemi. Pastaj vazhdon e thot: "Wa idha asabat al-khuffa najasatun wa laha jurmun fajaffat fadalakahu bil ardi jaz." Nëse mesten e godet ndonjë ndërsirë. Nëse mesten e godet ndonjë ndërsirë. E pastaj është thaja. E kjo e fshin mesten, këpucën, mesten. Se me meste hec, po këtë sotët këpucë. Edhe ka mundësi, ka ndërsirë, shkel ndërsirë. E fërkan për toke, edhe lejohet me falë namaz me te. Pra ta ka edhe në hadith, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhuru shokët e vetë, që të shikojnë, nëse në mes të këpucat e tyre gjejnë ndërsi, i fërkojnë për zalli, për rrëhe, atje, të këne për dhej ose për bari, edhe falen me tu. Kaq. A nëpse këtu na del një mesele tjetër, që s'ka të bëjë me temën këtu drejt për së drejti, e që nënë kupton se falja namazet me këpuca, po me qizme, është normal. është sunnet. Pejgamberi falë me shtu, që ka me shtu mbathë, që ka pas mbathë. Dhe 4 mëdhëhebet e kanë këtë fetva. Tani në këtë foni teknike e ka marrë deri diku atë vendin e vetë, por deri vonë ka qenë që dëqme me të pa ka falesh me këpucë. Me këpucë në gërë me falë në gjami, se një losë, për dryshe natyre, në barje, në fushë, në malje, në rrugë, ose jashtë gjamisë, se kënë këtë sotë dhe këtë gjamiat nuk e zojnë gjematin, edhe do shto 2/3 e gjematit falen jashtë, pëse më do? Dhe me falë dathë e dalë, dhe të falen, por dhe me falë mathë, është këtë në regullë. Vetë i këtyra kanë dëtsina, as kanë, këtë sotë dhe s'kanë. Këtë sotë të shështirë me pasë dëtsira. Kanë plëhër, s'kanë dëtsira. Plëhën e së është në dytë. Pastaj nëse kanë dëtsira, kanë shumë dvole, sa si e vogët që vjen pak më vonë, te kalohet ajo. Thot autori në vazhdim. والمني نجس يجب غسل رطبه فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك. Uji, lango, prej të cilët krijohet fëmiu. Uji, prej të cilët krijohet fëmiu.
është i dytë, pa thatë. Hanafiti kanë këtë mesele pak të rëngushme, me respektin e madh që kemi ndaj tyne, kanë shtrëngu pak këtë mesele bashkë me Malikit. Të dy palët ngulin kamse uji, për të cilit krijohet robi, është në dytë. Përderisa Shafit dhe Hanbelit thojnë asë njëherë shans nuk ka. Ti jetë ujë robit që del për insanit e prej ti krijohet fëmiu të jetë në dytë. Asë njëherë. Nuk ka mundësi Zotë me kriju njeriu me për diçka për që është në dytë. Asë njëherë. Edhe të dy palët kapen për një hadithi kryesor të Aishës. Kryesor. Dhe të tjera për kjo kryesor. Sa Aisha thot, kur langi pejgamberit, uji alayhi salatu wassalam, ishte i langët e laja, por kur ishte i thatë e fërkësha. Edhe shumë. Tash, këtat kanë thonë, e ka la Aisha, ja për kuptu se kanë dytë. E ka farkushtu, e ka kruh, e ka krejk, kër e ka një thatë, se qas mund ma shumë e ba. Po këta të tjerë, të Shafit me Hanbelit kanë thonë, po kjo e veç e preferush me asgjë ma shumë. Ma dje, kjo është argument, se është në dytë. Sepse hajde kër është i langë, pelan, e kër është i thatë, po veç për fërkan, për shkunët, pa po jetë në gjurë. Së është në dytë, është preferuar me lama, së është në dytë. Këta thonë, pra është në dytë, nëse është i lëngët, do të mi hekë për trupi të ishe me lama ujë, nëse është i ngurët, me atë dhe fërko, edhe me hekë. Atë sa heket, atë sa mbetet. Kjo është për zarë. Të shumë e selin për zarë, njerëzit nuk kanë tesha. Apo ndodhë, tjetë njeri ju në malë, në fush, luft, në dëtyr, dhe një parë tesha e ka. Dhe të në zote dhe bëhet, dhe gjënë. Dhe automatikisht të vjekje me selin. Që ishë më falë. Pra ndohë dhe këtë sotit. والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفي بمسحهما. Ndërsirat, gjërat e dyta. Nëse godasin të thot pas qyren, apo shpatën, mjaftën që ato është të fshirë. Shpata, kërë kam për dorë, për shumë dhe bo me gjak. Gjak është në dytë. Tash, shpatën e kënë trup me vete, sepse është armë personale, ku njerëzit nuk kanë shku pa të kërkon, ku të luftrave. Armë personale, mbrojtëse, kërkon sa shku pa të. Mirë, nëse e ka gjak, sepse kanë ndodhur beteja dikon, mund të falet, është tërsir, as mund të falet, pa thotë e mërë, veç e mërë fërkan për dheju, këtë të na për bari, ande kënde për dheju, për zalë, edhe mjaftën kaqë. Po ashtu, edhe pas qyra. Nuk e mban ki shpejt e hjek, për kondër teshës që jathith dhe të ciren, këtët metal të qenë të vezluara, si gjami e metalje, let jeket për tyne, për ata e ka pru let këtë mesele. Ndërsa të teshat është ma problem, sepse nuk jeket pa u pastru. Po edhe asabet il arda, nejasetun fejeffet bishamsi, wa dhahaba atharuha, jazet salatu bimekaniha, wala tajuzu tayammumu minha.
Nëse në një vend e kënë tokë, ka pas ndërsirë, por është thash të erë, me diell, me herë, apo me kohë, është tha ndërsira. Wa dhahaba atharuha, dhe nuk e shef, nuk ka tash gjurmë të ndërsirës, që aty ka pas ndërsirë, po tani gjurmë nuk ka, erë nuk ka, me sytim nuk vren kur gjë që ka ndërsirë, as nuk e në hatë ndërsirë. Lejohet, as në gjyrë s'ka, as aromë s'ka, as gjurmë nuk ka, lejohet me falë në atë vend, por nuk lejohet me marrë temum prej ati dhejo. Lejohet me falë miq atë dhe, ku ka pas ndërsirë, por me kohë ajo është tretë, fjallorin tonë, ajo është tretë, është tha, ka humbë gjurma, nuk ka gjurmë, dësinë nuk është, po edhe gjurmën të sajna janë zhdukur, sikurse aroma, s'ka, asë në gjurë nuk ka. Lejohet me falë te, por nuk lejohet me marrë temum për atë dhejo, sepse me marrë temum për i diçkafit, dohet me pas cilësin e pastërtisë që pastron tjetërën, këtë rast njeriu. Aty ka mrenda ndërsira, ndaj nuk bën, qoftë edhe pak ka mbetë në një sasi të ndërsirës, nuk bën me te që të merë temumi. Por më falë bën. Dhe kemi falë bën të hekni gajlet madhe. Në mënyrë që robi mëse pas fort dert prokopim, a thu ke veni pastër që o falja, a thu baki se ka një pastër që o falja. Në tokë, në bari, në zalë, në dhe. Pse s'ke pastërt? Po ndoshta dikush ka po ndonjë ditësin dhe shka pone, unë rash se jete, me sy se pash, erë nuk niva, kur gjëngjur nuk ka, krye, namazë jam është i plot, me emrin Allahu të azzu o gjellë. Pas kësaj, autori cek ndërsirën si ndërsirë, e cila ndahet ndërsirë e randë dhe ndërsirë e lehtë. Dhe kjo është më rëndësi shumë. Dhe thëtë, وَمَنْ أَصَابَهُ مِنَ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ, atë që e godet ndërsira e randë. Me momentin që thënë ndërsira e randë, kuptohet se ka ati ndërsirë të lehtë. Por njerë fletë për ndërsirën e randë. Dhe atë që godet ndërsira e randë, se kurse gjaku, këtë demi, wal bawli, wal gaiti, wal khamri, se kurse gjaku, urina, nevoja madhe, vera, pa alkoholi, që të shumica absolutët e 4 mëdhëhibet alkoholi është në dytë, si substancë. Gjaku, urina, shambull i vjetu, ka dhe tjera, nevoja madhe, vera, apo alkoholi, nëse e godet miqdare dirhemi, fema dune, sa një sesi, një sasia dirhemit, fema dune, e ma pak, gjazit të salatu ma'ahu, fe in zade lem të gjuz, e nëse është ma shumë, nuk lejohet. Dhe kjo pik është te për më rëndësi. Ndërsirat e randa, të fillu nga ndërsirat e vetë njeri që dalin për i trupi ti për 2 kanaleve të zakonshme që dalin. Ndërsirat e lëngta dhe të ngurta. Për tina, por edhe tjera për jashtë, apo edhe gjaku për tina, apo vera, alkoholi, apo gjaki tjetrit, e godet insanit. Teshat e tina, trupin e tina. A ka drejt më falë kë?
Na kuptuam që do të pastru, por dhe thamë fillim, a është kusht 100%, apo tolerohet diçka. Për ata këto e definon. Nëse të godet në trup, në tesh, në do një ndërsirë, e cila etiketohet, emërtohet, se është ndërsirë randë, se shembët lartë përmendur, dhe është sa sasia 1 dirhemi, shëplaka e dorës pagishta. E më pak, lejohet me u falë me qatë ndërsirë në trupë. E që nën kupton nuk është farzë largimi e asaj ndërsirës për me hi namaz. Dhe kjo është shumë rëndësi. Kjo është boshti. Tjetër që ka është të preferuar e me mirë, letën me mirë. Atë pëdim të tonë. Që ka ma mirë, mi pas të isha të lane, mi pastruhe, me marruje, me marrë të hretë, në regullë e puna. Muslimanës falet letë me ndërsira në trupë. Po që se s'mu e vetë e janë që ndërsira të ala namazin, apo të falë me te, ja, falesh me te, dhe namazin e ke tamam. Nëse është sa një dirhemi, sa shëplaka e dorës, pa gishta. Se nuk ka me gishta bo sa 2 dirhem. Sa një dirhem e ma pak në trup. Qoftë në një vend i grumbulluar, qoftë është ka përderdhur, ku nëse mblidhet e arrin këtë sasi. Kështu e marrë mend, se harrën dhe deri des, je i qitë. Dhe thot dikush për shambull nesër pas nesër, shkoha një vend më falë, Allah i ndërov dhe mërroki barki, e pas taj dola dhe kryva në ujën e madhe, mirë po nuk pa ta ujë më pastru, e nuk mujta më falë. Qështë të thot, i bëvak njerit, vakia, ti thuti ka qenë dashtë më falë, dëhet më falë, e ki bërç më falë, dhe nuk e përsërit namazin, nga se ndërsira e mbetur në kanal ka qenë më e vogël sa sa 1 dirhem. Ose ndërsirat e fëmijëve duke pastru nana fëmijët e vetë, nuk është shumë e kujdesshme nana, apo fëmijë është shumë i shpërdhit. Dhe ai gjunë të lëviz, i gjunë ndërsirë, nanës dhe të ntesha. Dhe nga rata kjo është sigur që i ka ra një pjesë ndërsirës të fëmijët të saj, por nuk e disa, ma gjesë nuk e dinku. Sepse tesha saj dimita festana që ka është plak edhe me ujë, po edhe me ndërsirë tash. Qa me bëja? E te i kalan, sepse zakonisht ndërsira e fëmijët nuk ka rrinë sasi që është madhe. Pra ndërsirat vogla, të veten, apo të hujen, sasit vogël, të veten, apo të hujen, nëse është më pak, sa 1 dirhem, sa shëplaka e dorës, e më pak, lejohet më falë me te. Fe in zad, lem je gjëz, po në thot nëse është më shumë, sa sasia e dorës, sa 1 dirhem, pak ishta, nuk lejohet më falë me te, por dohet me pastru. E që në kupton, i bëhet fazë pastrimi asaj ndërsirës, apo evitimi sajna. Ta në këtu dalim me sile tjetër prapë, që së është për e jonja këto, është farz, por kur s'ki, kjo vjen ma vonë të kushtet e namazit atje, e që është pasërtia e teshës, kushtet normale, por kushtet jo normale, lejohet robi më falë edhe me ndërsira. E pastaj, nëse ka shumë ndërsira, vjen të namazit, ka tesha të ndyta shumë, a mi heka të tesha për me largu me vitu ndërsiren e më falja koreq, apo me maj tesha trup, me mlu avretin, për më falë me ndërsira. Vjena e më vonë atje, është të kushtet e namazit, dërsa këto, autorit do në me bo me dije, dhe kjo shumë më rëndësi për krejt musliman, të mbajnë mend, dhe kjo të largën veset, cytjet, qetësën, të poshën, në bënë me adhuru Allahun të qetë. Jo me kanë me vesë, nësë për me najtë baqët, për ndërsirës temë, për ndërsirës mive, e na për rrugë për heci, e po pikin pika ndërsirës, e na për kur po ka shi, e po gjymë pesnaltit, e kanalizimi, e ande e këndej. Pra,
shariati e toleron, e te I kalon, I mbyll syt në fjalurin ton, I mbyll syt. Nuk e shtrëngon aq shumë sa që më rëndo robin. Por dhe mja lehtësohet dinin atina. Pra robi mund falet, duke pasur ndërsira në teshen e tij, në trupin e tij, ama me kusht sa sasia dorës pagishta dhe me pak qoftë në një vend, qoftë që ka përderdhur, që nëse mblidhet arrin kaq. Këto kuptojeni se ju ndihmon shumë në jetën tuaj e njeriu nuk e din me çka ballafaqohet. Dhe mos të harrojmë se kanë njerëz që kanë problem jashtë zakonisht madh në evitimin e ndërsirave plotësisht nga trupi I tyre. E që nga njëherë kalojnë sahibul özër istihada që kemi cek më herët, ngjajshëm me gruan e cila ka rrjedhje të gjakut jashtë ciklit mujor. Se edhe është ndëtsi, gjak. Atje. Pra ka njerëzit, edhe të mashkujt, apo edhe gratë, kanë problem me nevojën e madhe, nevojën e vogël, dhe në teshat e mbrëmshme, vështirë që mujnë me I majtë në njëherë paqët. Qa me bo, falen me te. Falen me te. Ose njeriu merr taharet, që është sënë të marrë me tregur, taharet, kur në mal, natyrë. Në marrë taharet me tregur. Me tregur, evitohet ndërsira, jo, mbetet. Edhe pas e me rabda zë falet. Këthejmë këtë regull. Ka me të ndërsirë, më pak se sa në dirhem. Andaj, te kalohet ajo. Falet robi me te. Kur që kanë të shpia pastaj, kur t'jabë të nësia, hinë pastrohet, hinë rëteshat, sepse kështë nuk është I qetë në ndërsirë, për meselë me pas në trup, për meselë është namazin në robi mës me la. Wallahu a'lam, dersi tjetër është për ndërsirat e lehta. Kjo është për ndërsirat të rënda, ndarjen e ndërsirave dhe obligëshmërinë e evitimit të ndërsirave të rënda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.